Nuk mundet Vjosa Osmani tash me mojt peng këtë situatë politike pse asaj ju ka tek më bë presidente. Dikush po më i ka? Po dhe. Jo, po pse kuna ju ka tek? Personalisht. Kush po thotë ne do bë president? Për pas Vjosa Osmanit, kërkosh hiç. Te LDK-ja, pse s'po shkon ai te PDK-ja, po dhe te PDK-ja duhet me pas kompromis, sa ai s'don me bë kompromis. Unë seriozisht. Unë po kam problem me jetu, unë po kam problem me se po më duket sikur jeni të refuzu realitetin. Sikur jeni të refuzu faktet e gjalla që po flasin. Lut PDK, a ka lut PDK, a me dy emra. Ju lutem. Vullnet, o galxher. O vallaj, o që doni ju na vazhdojnë 75 vjet. Jo, vullnet. Që ta me mëhu realitetin, me mëhu që këshaj. Ju po thoni, aj e ka pas 51%, a ju po thoni e ka pas 51% e s'ka dosh me qeveris. Nuk është e vërtet, e ka bo qeverin, e ka formu qeverin. Aj që detyre ka, aj për kryeministër u kanë. Me 51% e ka bo qeverin. Qysh nuk po do me qeveris? Kush e ka obligim, kër i ka 51% me i funksionalizu institucionet? Po, e ka pos Shajarani, edhe i ka thonë, ami dy emna. PDK-ja e ka thonë, nuk po du me ti të regu emnat. Ka dalë ka gjerbina konë që tonë.